Jemi kështu në përgjithësi si qytetar, me që mirësh me pacient çdo ditë jetës tonë dhe tash sa vite, a jemi në nivelin e vëdësimit të duhur me ditë, me dallu rastin emergjencë dhe me ardh, apo ende vinë edhe me rastet të cilat nuk ka emergjencë? Ende vinë edhe rastet që nuk janë emergjencë. Se kishte qenë vetëm emergjencë, nuk kishte qenë edhe shumë të ngarkuar, mirë po vinë edhe raste tjera ndoshta që nuk janë emergjencë, po kështu duhet i Çfarë specifika kanë çto raste që janë emergjencë që ata i konsiderojnë emergjencë, që ti dim, ti dallojmë dhe nëse për shembull disa raste nuk lajmërohen shtëpi qendetit hiç, edhe vinë direkt aty. Po, na nuk i kthejmë ato ose ja japim një trajtim. Ose raste të tjera për një grip, për një ftofje, domethënë nuk ka nevojë për marrë në emergjencë, janë do raste ashtu që duhet së pari mu lajmëru shtëpi qendetit, qoftë atë dhimbje që shqetësohet, duhet të lajmërohet shtëpi qendetit aty e bën vlerësimin, miku familjar, pastaj udhëzohet për në emergjencë ose e sjell në emergjencë. Ose a kemi edhe raste kur e telefonojnë ekipin e emergjencës? Po, ka raste kur e telefonohet. Por që nuk është shumë emergjent? Jo, lajmërohen kur janë rastet emergjente. Kur janë shumë emergjente lajmërohet, ose lajmërohet nga policia kur kemi aksidente që është rast shumiron, ose lajmërohet nga komunat, sepse edhe komunat sjellin raste që janë raste shumë të rona në qendrën emergjence, kështu që na lajmërojnë patjetër për ato raste.